Në 5 vitet e fundit, në plazhin e Divjakës nuk ka rritje të çmimeve, duke bërë që kjo zonë të ketë frekuentues të rregullt familjarët. Vija gjatë bregdetare prej 10 kilometra shofron hapësira të shumta për plazhe publike. Në këto kushte, kryetari i Bashkisë Divjak kërkon nga qytetarët që të shfrytëzohen për të pushuar ato zona ku ka infrastrukturë dhe janë të mbuluara me roje plazhi. Ndërkohë, apelon për ndërgjegjësi më të lartë në mbajtjen pastër të mjedisit. Problemi i madh që na ndodh është sepse përsëri qytetarët kërkojnë të largohen sa më larg. Kjo ka dy të këqija. E para janë rrezik për veten e tyre, e dyta ndotja është më e madhe. Kështu që do t'i lutesha qytetarëve të respektojnë të hapësira publike. Le t'i mbushim ato dhe mandej unë do të krijoj hapësira të tjera për ta. Kështu që neve këtë pjesë nuk do të lejojmë, do ta rregullojmë, do ta sistemojmë. Kështu që juve do të pushoni pranë këtyre zonave që bashkia ka caktuar. Midis bizneseve që ofrojnë shërbime pushimi, këtë vit është bërë e detyrueshme lënia e hapësirave për plazhe publike në një gjatësi rreth 50 metër. Numri pushuesve këtë vit është më i lartë, arsyeja e parë janë çmimet. Shazllonët fillojnë nga 3-4, kemi edhe 5. Deti i Divjakës ka një erë shumë kurative, është më i pastër, edhe çmimet janë më të arsyeshme, më të lira. Çdo gjë është shumë rregull, shumë pastër, çmimet janë shumë të arsyeshme. 10 kilometër është hapësira e vijës bregdetare në plazhin e Divjakës për pushuesit, 70% e saj është plazh publik dhe vetëm 30% shfrytëzohet nga bizneset, të cilët operojnë vetëm gjatë sezonit veror.